se humbja e ndikimit të rusë në lindjen e mesme dhe atë në Iran, ke parasysh do ketë një ndikim shumë të madh të saj në ekonomik mbi gjitha, sepse Rusia po e shfrytëzon më së miri edhe për përfitime ekonomike dhe financiare, sidomos krizën që ndodh në shkak të këtij konflikti, për impaktin që ka ajo në financat ndërkombëtare, rritjen e çmimeve dhe në gjithë inputet dhe zgjirin furnizues, të cilët në farë mënyrë përkthehen si të ardha në buxhetin e Rusisë, pikërisht kjo rritje e çmimesh, ëh. Rusia do të kërkojë përmes Iranit të mbrojë dhe interesat e saj gjeostrategjike të një aleatit të vetë, dhe për arsye të një lloji qasje pragmatike në aspektin diplomatik që i bën. Nga ana tjetër, zoti Lezi, në insertin që sapo dëgjuam së bashku, Maria Zakharova përmend pra Fukushima, sa reale është frika për një katastrofë bërthamore në rajon dhe a janë pra këto objekte bërthamore iraniane pranë kësaj katastrofe? E nderuar, është vështirë për të dhënë një përgjigje sepse mungesë një informacionit saktë lidhur me zhvillimet në terren, pavarësisht atë që shfaqet në media. Kuptohet që lufta psikologjike, mediatike është në funksion të kësaj lufte. Ne nuk mund të japim një përgjigje shtërruese për dy arsye, se këto objektiva strategjike të cilat Izraeli ka proklamuar si të tilla me vite, dekada përpara, duke parë si kërcënim Iranin për shkak të potencialit që ai posedon dhe në strategjinë e saj luftarake, si qoftë Izraeli, po edhe në doktrinë luftarake të SBA-s, është goditja e aty ku i vjen rreziqi në funksion të mbrojtjes së interesave dhe objektiveve dhe qëllimet të saj strategjike dhe kombëtare. Dhe pavarësisht të kësaj, ndërkohë që kjo daton ndershmërinë me dekada që nga vitet 90, po ndërkohë që Irani i ka vazhduar këtë programin e vet pasurimit bërthamor dhe nuk ka pas konflikt në këtij niveli, pavarësisht përpjekjeve që janë bërë për ta frenuar, dhe gjithë negociatat marrëveshje që janë bërë kanë qenë të tilla saqë Irani po shkonte për ta ndaluar këtë, po ashtu ka qenë edhe ndikimi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, e cila nga ana vet ka deklaruar që Irani nuk është në atë fazë afër për prodhimit të armës atomike, ndërkohë që nga ana izraelite përdoret edhe si një arsye dhe një shkak për të justifikuar dhe ndërhyrjen, Kjo ndërhyrje përdoret si një alibi, për atë që quhet pse kombet shkojnë në luftë sipas Stoltenberg. Ndërkohë që aspekti arsye dytë është që Irani ka demonstruar një nivel të lartë të zhvillimit teknologjik, do të thonë ndërhyrjet kanë qenë të tilla kirurgjikale me një precizion të lartë për treguar dhe aftësinë e saj sulmuese, ku ka shfrytzuar jo vetëm teknologjinë në ato nivele, por edhe ato kolonën e pesë, i dhanë gjithë inputet të informacionit që ka ardhur nga burimet të brendshme. Kemi parasysh këtu që përpara se të fillojë këto sulme, Netanyahu deklaroi që ne po festojmë në linjën e djalit të tij, ndërkohë që i vrohet dhe gjeneralët edhe në ambientin intim të familjeve, në shtratin e familjes, apo edhe gjithë nivelet e larta të menaxhimit dhe vendimarrjes strategjike të Iranit, për të treguar forcën e tij goditëse për shkak të zhvillimit teknologjik, por që kjo nuk janë goditë këto infrastruktura ka qenë sipërfaqësore, nuk ka qenë deri në thellësitë e saj strategjike, dhe për këtë ka kërkuar në pamundësinë e këtyre mundësive të vetë, ka kërkuar mbështetjen e përkrahjen e SBA-s përmes bombardierëve të nivelit më të lartë, dhe ajo mënyrë të njëpasneshme dhe bombat 13-14 tonshë të goditen në ato vendet që mendohen ku janë këto armë të fshehura, sepse dëmët janë të tilla saqë janë sipërfaqësore dhe nuk janë aty të cilët janë që kanë godit në thelb gjithto, por situata është kritike në kuptimin e serioze që duhet të marrë masa për ta parandaluar këtë konflikt, për shkak të impaktit që ka, kuptohet rrezatimi i këtyre armëve dhe skenaret janë të shumta, ato që na vijnë nga lufta e dytë botërore në Nagasaki, Hiroshima, apo ajo që vijnë në Ukrainë me Çernobylin, apo në Indi, ku impakti ka qenë kaq i madh, ka qenë i madh, ku ka shfaqur edhe ndjeshmërinë edhe ambientalizmit, dhe sot flitet në doktrinën e sistemit marrëdhënie ndërkombëtare, triada e këtij sistemi është ekonomia, teknologjia dhe mjedisja, për shkak të sepse jemi në fund, duhet ta mbyllim, zoti Lezi. Ndërkaq dhe Donald Trump pra ka miratuar edhe planet për të sulmuar Iranin, por ende nuk ka marrë një vendim për atë fundit. Pyetja ime është, a është SBA-ja e gati të hyjë në një luftë me Iranin vetëm për të mbështetur kështu pra Izraelin?
E nderuar, e them që vendimarrja për shpalljen e luftës apo për ndërhyrje nuk është i një personi, aq më tepër në rastin konkret të presidentit, sepse Amerika Jo, kjo është e duke i qartë, nështrohet unë po vullnetit pyes të gjithë nëse SBA-ja institucioneve. pra është e gatshme të hyjë në këtë luftë? Nuk më besoj pavarësisht analizave dhe shenjave që jepet, ajo nuk do të hyjë në luftë, sepse një përshkallëzim i luftës do të ketë impakte shumë të mëdha regionale dhe globale. Dhe kemi parasysh të rreshtimin e bloqeve ku Irani sot është antar i BRICS-it, në pjesë ku BRICS është një organizatë e karakterit gjeopolitik, gjeoekonomik, në gjirin e cilës janë shumë shtete të zhvilluara, që nga Rusia, që nga Kina, që nga India, Pakistani, Brazili, Afrika e Jugut e shumë të tjera, të cilët shpallja e luftës do ketë ndikimet e vete edhe në këtë lloj marrëdhënie për shkak të kurzimeve dhe ndërvarësisë, pavarësisht faktit që ato nuk janë në aleancë ushtarake, por që vetë nënkupton një lloj arkitekture sigurisë, sepse çdo lloj partneriteti dhe aleancë vetvete çfarë është edhe një umbrellë sigurie për gjithë partneritetin po atë e objektivave që synohen dhe mendoj që do të jetë i kujdesshëm. Pikërisht në këtë që thoni ju është, Donald Trump ai pra që po e çon situatën në një konflikt më të pashmangshëm, duke qenë se kemi edhe Iranin nga ana tjetër që nuk do të dorëzohet? Irani me shumë të drejtë nderuar, i thamë Irani për shkak të historicizmit vet, traditës, historisë, kulturës, një shtet me natyrë perandorake, e cila koha ka treguar që është pjesë e një civilizimi të hershëm që ka lënë gjurmë dhe ka rrezatuar gjithandej, është shumë e vështirë për ta mposhtër, dhe koha tregon që pavarësisht këtyre sinjaleve dhe shenja që për t'i vënë kushte, ai nuk dorëzohet dhe jemi sot në një 10 ditë të këtyre sulmeve të mbështjeta dhe Irani nuk është poshtë pavarësisht dëme reciproke. Kuptohet që presionet që i bën zoti Trump janë të tilla sa që i jep nështro, por e kurzon edhe me çështje të tjera për një zgjidhje diplomatike dhe mendoj që nuk do të shkojmë drejt një përshkallëzim se nuk do t'i interesojë pikëpari edhe vetë SBA-s, por ai që synohet tash ta dobësojë Iranin, ta ul nivelin e ndikimit të tij në rajon në lindjen e mes, sepse këto janë prioritetet dhe qëllimet kryesore të SBA-s dhe Izraelit. Madje mund të thohet deri atje që në rast se do abuzohet, madje edhe 7 tetori ka qenë një tillë, mund të jetë edhe pjesë e një lloj të konspiracioni, që është bërë në funksion të asaj që të gjithë linja mesme të copëzohet, të mos i lihet fuqi dominuese e Iranit këto përmes proksave të vet, kemi parasysh Hezbollahun, ke Vuthit në Yemen apo milicia shiite në Irak e të tjera, por në Gaza pikërisht nisur për të dobësuar ndikimin e një fuqie të madhe siç ishte Irani dhe abuzimet janë të tilla, të cilët edhe ky 7 tetor, i cili ishte shkaku kryesor i ndërhyrjes Izraelit në mënyrë të tillë sa që sot jemi para një katastrofe atje, kanë qenë gjithmonë e lidhur me këtë skenar. Por kjo nuk është ngelet për të provuar dhe ngelet kohës, por mendoj që strategjinë e madhe të SBA-s, gjithë luftat që janë bërë, sepse SBA-ja ka një kulturë strategjike e ngritur dhe e konsoliduar përmes luftat një pasneshme gjatë gjithë historisë së saj, dhe këto luftat nuk janë të rastësishme, por i bën funksion të mbrojtjes dhe arritjes së interesave dhe objektivave të saj, në mënyrë që në asnjë rajon dhe asnjë zonë të mos lejojë një dominancë të një shteti të caktuar i cili nuk është alat me të, po është armik dhe si i tillë synon ta sobëzojë, të prish kohezionin brendshëm të atij rajoni, apo ai që quhet divida impera, ndonë pra dhe në mënyrë që mos të absolutizojë ndikimin dominues të një fuqie të cilën nuk e ka partner. Dhe rasti konkret është që Irani nuk është si i tillë. Dhe çfarë bëri skenarin e copëzimit përmes Sirisë, ku dobësoi dhe uli ndikimin gjeopolitik gjeostrategjik të Rusisë atje, duke larguar atë, duke dhënë një lloj avantazhi për shkak të partneritetit me NATO-s Turqisë, por duke i dhënë dorë të lirë Izraelit, qoftë në Gaza, qoftë me ndërhyrjet në Liban, po ashtu në Siri, po ashtu edhe në këtë luftën që ka me gjithë proksat, apo aq më tepër kjo lufta fundit me Iranin, në mënyrë që të dobësohet kjo dhe të rritet forca dhe ndikimi i saj dhe as ky Irani mos ketë forcë dominuese, po vetëm partnerët e saj që janë Arabia Saudite dhe një tjerë që janë afër mbrojtjes interesave të SBA-s. E qartë, mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund. Falenderoj për informacionet. Faleminderit shumë. Të përshëndes, nderuar, kënaqësi edhe për mua. Mirë, shikues të nderuar, arritëm në fund dhe bashkë do të shihemi sërish në aktualitetin e radhës.